Përshëndetje, miqtë e mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të marrim disa mesazhe nga orakulli i dashurisë. Çfarë thot orakulli i dashurisë për ditën e sotme? Zhytuni në këto ujëbar, dilni nga guaska ku jeni futur dhe pastroni energjinë tuaj me këtë ujëvare kristali, sepse ju do të gjeni paqen brenda vetes tuaj. Do të jeni e lirë, e lumtur në këtë atë të mrekullueshëm të universit, në këtë kopësht fantastik. Ju do të meditoni dhe do të reflektoni me veten tuaj. Shumë shpejt do të vi drejt jush personi i zemrës tuaj. Dhe ju, gjithmonë këtij personi, do t'i përcjellni energji pozitive. Edhe kur ky jeti mërzitur, ju do t'i çoni këtë energji, këto fjalë të ngrohta dashurie, për t'i hequr atë mërzitjen, sepse ju jeni një person hyjnor në univers për këtë person. Doni pak liri emocionale, të jepni këtij kalit dhe të kalëron fuqishëm në univers, dhe bashkë me personin tuaj të zemrës, do të jeni shumë të lumtur në këtë oazë liçeni të mrekullueshëm. Do të keni një takim fantastik dhe një lidhje të mrekullueshme. Me kë rezonon kjo histori e bukur dashurie? Me kë shenjë të horoskopit? Me peshqit, me binjakët, me akrepi, me gafore, me ligjëreshën, me dashin, peshore dhe me luanin. Kurse me gërmat e alfabetit, e gërmën e parë të emrit tuaj, mund të rezonoj me gërmën L, gërmën L, gërmën K, gërmën Y, E, B, R, D, T, N, V dhe V. Faleminderit shumë, miqtë e mi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.